do ta nisim me një herë pas ndërprerjes, le të themi, të asaj që konsiderohej dialog apo fillimi një dialogu midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse me një herë pasi në Oman mund të themi që dështuan, dhe këtë e them në thojza në fakt, James Jared Kushner dhe Steve Witkoff shkuan në drejt tek aeroplanmbajtësia Lincoln, Abraham Lincoln. Çka u lexua si mesazh kërcënimi, le të themi, apo si një mesazh lufte për Iranin. Regjia duhet i kemë edhe pamjet. Pra, pyetja është si ti lexojmë këto lëvizje, në çpik të situatës jemi, sepse do ta marrim me detaje se çfarë ka ndodhur prej atij momenti. Kjo situata nuk ka ndryshuar as pak, pra mbet ajo që ka qenë, që nga vendosja e trupave amerikane rreth Iranit. Unë nuk do të thosha që ju e quani dështim bisedimet. Ato janë bisedime të dështuara që në nisje, pra nuk janë bisedime për të arritur diçka, janë bisedime që palët fitojnë kohë. Amerikanët kanë hyrë në ato bisedime me qëllimin për të fituar kohë, edhe iranianët kanë hyrë në ato bisedime me qëllimin për të fituar kohë. Të dyja palët janë vetëdijshme që janë bisedime që nuk do sjellin asnjë rezultat për atë çfarë ato kërkojnë, pra. Pas asaj që ato kërkojnë. Vajtja e këtyre të dyve atje është thjesht në atë aspektin që shikon në rast se juve nuk pranoni atë çfarë them neve, opsioni tjetër është ushtarak. Por kjo nuk ndryshon asgjë gjë për Iranin, pasi Irani prej fillimit e ka parë që në momentin e vendosjes së trupave amerikane rreth Iranit, pra opsioni vetëm është vetëm ushtarak, nuk ka opsion tjetër. Dhe ky opsioni ushtarak pastaj varet në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të hyjnë apo do të hyjnë këtij opsioni ushtarak. Po, më bën përshtypje dritan që po afrohen edhe bombardues B2 me çpasë, do të thonë po vinë edhe bombardues që janë në gjendje të mbajnë koka bërthamore. Shko, do të kemi një parasysh. Nuk do të kemi një sulm bërthamor për arsye se për të pasur sulm bërthamor nuk është e nevojshme të vinë avionat B2 dhe të veprojnë me bomba bërthamore ose me këto tjerat. Pra, lëvizja e avionëve B2 dhe lëvizja e bombave bërthamore deri me datë 5 ka qenë e sankcionuar në aspektin që në rast se do të lëvizin, palët duhet të njoftonin njëra tjetrën, pra amerikanët duhet të njoftonin rusët. Nëse do kishim lëvizje të tyre. Dhe bombat bërthamore nuk lëvizen dot në aspektin sot për nesër. Pra nuk i lëviz dot bombat bërthamore në aspektin sot për nesër. Pra, do një përgatitje të madhe, do të përgatitje të madhe atje ku do t'i çosh do të ketë kapacitete të mbajtjes tyre, të qëndrimit të tyre, të vendosjes tyre. Pra nuk mund të bësh në mënyrë tjetër. Prandaj nuk kemi lëvizje të bombave bërthamore në këtë aspekt. Nuk ka për të pasur goditje ose përdorim të bombës bërthamore as nga ana amerikanëve dhe as nga ana të kujt tjetër. Si kjo do të sillte, do të kalonim në një fazë tjetër shumë të çne në këto terma dritan. Po ka edhe janë mbledhur rreth 1500 raketa Tomahawk. Kishte informacione. Nuk janë 1500 raketa Tomahawk. Çdo kush që ka dhënë atë informacion e para nuk e ka haberin se si funksionojnë raketa Tomahawk dhe e dyta nuk e ka bërë për çështje të propagandës, pra asgjë tjetër. Pra janë ato, sa e kam thënë disa herë, shtypi është kthyer tashmë kryesisht shtypi perëndimor është kthyer në një propagandë të pastër. Goebbels do ta kishte zëli propagandën që sot bën shtypi perëndimor. Nuk janë 1500 Tomahawk, në total aktualisht rreth Iranit janë diku rreth 1380 raketa, pra lloje të ndryshme raketash, në cilat përfshihen edhe Tomahawk. 1380 raketa. Po, ato janë pasi një grup sulmues, pra një carrier strike group që ata kanë çuar atje, kanë çuar vetëm një nëndetse me një grup shoqërues tanish etj etj. Kanë në total diku rreth mund të shkojnë 200 raketa Tomahawk, pra nuk ka. Plus këtyre raketave Tomahawk ju shtohet edhe dy nëndece të cilat kanë vajtur, të cilat kanë secila nga 110 raketa Tomahawk, pra edhe 220 raketa tjera Tomahawk. Pra kaq është kapaciteti i raketave Tomahawk që një carrier strike group posedon. Por posedon 420 lloje raketash të tjera sulmuese, pra tokë që sulmojnë nga ajri në drejtim të tokës. Janë raketa që përdoren 420 raketa që përdoren nga avionët të cilët ndodhen në aeroplanmbajtësen Lincoln, Abraham Lincoln.
Plus, duke llogaritur këtu edhe 150 avion të tjerë cilët ndodhen në bazat e tjera amerikane. Ata 150 avion që ndodhen në bazat amerikane vetëm 80 për tyre mund të përdoren për të sulmuar, ndërsa pjesa tjetër do përdoren për të mbrojtur avionët që sulmojnë, pra, në këtë aspekt. Dhe këta 80 mund të lëshojnë edhe këta 460 raketa të tjera. Pra, që quhen raketa air-tok, pra raketa sulmuese. Pra në total gjithë numri i këtyre raketave shkon. Pra në 155 ka standard raketa një Tomahawk, një nëndece, së bashku me 2 anije shoqëruese që janë 2 anije të 2 klasave, klase Aegis dhe klasi Burke, të dyja këto së bashku kanë 155 dhe 135 njëra, raketa Tomahawk. Ky është numri i raketave Tomahawk që kanë. Regjia, duhet i kem pamjet e raketave Tomahawk se duke qenë se janë 2 nëndece, pra normalisht një Carrier Strike Group ka vetëm një nëndece, por kanë vajtur 2 nëndece, është përforcuar. Një nëndece kanë 110 raketa Tomahawk, pra i bie 220 raketa Tomahawk për të dyja nëndecet. Kanë 420 raketa të tjera që përdor aeroplan mbajtësia, pra që i vendosen nën krahat e avionëve të cilët bëjnë goditje, se ka diku të 75 avion nëndecja, ajo aeroplan mbajtësia që mën. Pastaj kemi 150 avion të tjerë që kemi në rrethinat të gjitha bazat amerikane në linjën e mesme që janë vendosur, dhe ata 80 prej tyre përdoren për goditje, ndërsa 70 prej tyre do të përdoren për mbrojtje. Dhe ata përdoren diku rreth 420 midis 460 raketave të tilla, pra në total numri shkon 1380 cop raketa. E qartë. Pra ky është numri që ata kanë. Regjia, kjo është tjetër, kjo është për raketat e Iranit. Jo Tomahawk. Pra së bashku me Tomahawk e raketat numri shkon ja 1500 maksimumi. Është numri i sasisë të raketave që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në gjendje për të goditur Iranin në atë rajon. Aktualisht. Po, aq është numri i raketave në total. Po e është raketa më vdekjeprurse se Tomahawk për Shtetet Bashkuara. Apo ndoshta për Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të jetë më vdekjeprurse, por nuk është se është raketë më vdekjeprurse se Tomahawk, pra nuk është ofensive. Është ofensive, është goditse 1000 kg ka ato, pra nuk është se ka ndonjë ka raketa iranianët, kanë raketa të cilat kalojnë kanë peshë nga 2000 dhe 3000 kg eksploziv koka, pra nuk është në atë kapacitet, por është një raketë që raketë me rrezet mesme veprimi, edhe me ato që ndodhen aktualisht në në lindjen e mesme janë me rrezet mesme veprimi dhe janë të manovrueshme. Pra kjo është ajo çfarë janë raketa të manovrueshme, pra mund të manovrojnë edhe pse ka radari, ato mund të manovrojnë. Dhe është çike vështirë për t'i goditur ose për t'i rrëzuar. Por që nuk do të thotë që janë patjetër vdekjeprurse në pra. Ndërkohë Irani, drejtan, ndërkohë që flasim për Tomahawkët, Irani ka nxjerrë regjia atë videon që ishte përpara, jo atë që të thash. Ka nxjerrë një raketë balistike që mund të hidhet, ja, këto janë pamjet drejtan, që mund të hidhet nga deti. Kjo më bëri përshtypje sepse lexoi si një zhvillim shumë i rëndësishëm. Është hera e parë që ka demonstruar, që po demonstron publikisht për të parë. Irani ka deklaruar disa herë më përpara dhe edhe njoftimet kanë qenë që Irani i ka rritur kapacitetet për lëshimin e raketave nga deti, pra që lëshojnë nga nëndecet, deri më sot këto janë marrë si fjalë, pra nuk janë marrë pothuajse totalisht të vërtetuara, pasi nuk ka pasur një lëshim të tillë nga një nëndecë në det. Hera e parë që Irani po e bën këtë lëshim dhe ky është një lëshim demonstrativ për treguar që kemi kapacitetet të lëshojmë edhe nga nëndecet. Pra kjo do të thotë që këto asetet amerikane që ndodhen në lindjen e mesme, në Oqeanin Indian, janë më shumë të rrezikuara tashmë absolutisht, sepse nëndecet mund të afrohen shumë afër dhe mund të lëshojnë raketa të tilla, të cilat mund të jenë shkatërruese për çdo lloj baze amerikane në rajon. Çfarë janë këto drejtan tamam? Çfarë lloj raketash se duhet atë po kërkoj? Sepse konsidero që ta lexoj kështu se çfarë thuhet. Kjo është diçka që e ka shqetësuar jashtëzakonisht Pentagonin, sepse tashmë ka filluar dhe shqyrtimi për këtë variabël të re të luftës. Pra pikërisht për kjo është sepse në rast se do të bënin llogari vetëm sepse deri më sot është bërë llogari vetëm raketat që lëshohen nga toka, nga Irani. Dhe ti mbas atyre raketave për llogarit distancën, për llogarit sasinë e raketave, kapacitetet e tua dhe kohën. Pra në rast se ti llogarit që një raketë iraniane do të vi nga Irani në bazën e Al-Udeidës 15 minuta, pra kjo të jep kohë për mbrojtje, të jep kohë për lëvizje, për gjithçka tjetër. Ndërkohë që
tashmë është vërtetuar që lëshohet edhe nga nëndecet dhe nëndecet mund të dalin në ujëra ndërkombëtare dhe nga ujëra ndërkombëtare një raketë për të goditur bazën e Aludetes nuk duhet më 15 minuta, por duhet minimalja 7 minuta. Pra, është koha ajo cilën dhe në koha nuk të jep mundësi që ti të arrish të bësh mbrojtje në kohë. Pra, raketa është goditse dhe vala e parë goditse raketave po tjetë nga këto të cilat fitojnë në kohë, pra shkataron kapacitetet tua mbrojtëse kundra Eurë dhe pastaj raketat e tjera që vinë nga Irani mund të lëshosh në çfarëdo lloj kohe, sa do lloj kohë të marrin nuk ke më kapacitete për tu përballur me to. Pra kjo e komplikon goxha situatën. Absolutisht e komplikon situatën për arsye sepse është një terren gjiri i Hormuzit edhe komplet në gjirin e Hormuzit edhe deti i Omanit, ai që llogaritet gjiri i Omanit atje, nuk është një det shumë i cekët, pra thellësia shkon deri në 75-100 metra, edhe ka disa vende 150 metra dhe në ndecet amerikane nuk mund të hynë në këtë territor, sepse është shumë cekët për to. Në ndecet amerikane që shoqërojnë aeroplanbajtjen Lincoln nuk mund të hynë në to që të arrijnë të identifikojnë se ku ndodhen në ndecet iraniane. Kurse Irani ka në ndecet të vogla të bëra vetëm për këto lloj ujërash, pra vetëm për këto lloj ujërash të cekta. Nga këto nëndecë lëshohet raketa, ja siç edhe po lëshohet raketa. Pra kjo e ndryshon komplet rrjedhën jo, po ndryshon skemën e mbrojtjes, kapacitetet e mbrojtjes, pra i bën ato më vulnerabël, i bën ato më të paafta për të mbrojtur total. Pra në rast se deri tash është llogaritur që në rast se Irani ta zëm, se nuk po them, nuk e di se kanë llogaritur, po ta zëm në rast se me raketat iraniane është llogaritur që vetëm 20% e raketave të kalonin. Pra nga 100% të lëshon, vetëm 20% mund të kalojnë, 80% i rrezon. Tashmë me këtë sistemin e ri të lëshimit, me afrimin e re, me mënyrën e lëshimit nga deti të raketave, kjo e shton edhe për 20%, pra aty ta përgjysmon mbrojtjen gati 50%, sepse absolutisht është çështje e kohës. Primarja është koha, pra çdo gjë është kohë. Koha është baza. Në çdo gjë, si te njeriu, Zoti ka përcaktuar që koha është kryesorja. Neve kemi dhënë rëndësi ushqimit. Po në realitet është koha për çdo gjë. Edhe në ushtri është koha, edhe në jetë civile është koha. Pra këto minutat që kalkulohen, Dritan, ndërkohë palët sikur janë futur, domethënë në këtë propagandën dhe unë jam dakord me ty sepse gjatë kësaj periudhe kemi vetëm mesazhe të këtij lloji ku në fakt Netanyahu vetë vlerëson Dritan si shumë të rrezikshëm faktin që Irani sot ka në dorë pikërisht raketat balistike që për Izraelin janë një arsye për ta goditur tashmë edhe me iniciativën e vet unilaterale Iranin për shkak të situatës. Kjo është video. Duhet kemi një gjë parasysh atëre. Video e Netanyahu e ka postuar vetë Netanyahu. Duhet kemi një gjë parasysh. Në aspektin primar, pra Netanyahu flet në aspektin primar, të asaj i cili ka kaluar eksperiencën e goditjes së këtyre raketave. Edhe pavarësisht se dëmi që kanë bërë këto raketa në Izrael është mbajtur i fshehur, shumica e dëmit. Pra aktualisht vetëm 30% e dëmit që kanë bërë këto raketa është bërë publik. Nga ana e Izraelit. Nga gjithë perëndimi. 70% e dëmit nuk është bërë publik. Por ama si kryeministri i vendit ai e di shumë mirë se sa shkatarrus është kapaciteti i raketave iraniane. Për këtë arsye flet first hand, pra. Dorë parë e asaj që e ka provuar. Ja ku i ka që i kanë nxjerrë tani raketat balistike. Që e ka provuar fuqinë dhe kapacitetin e këtij sistemi raketor. Pra flet në këtë aspekt. Pra nuk po thot diçka që po egzageron dhe vërtet ato kanë kapacitete. Po, kjo është. Para, kurse më faktin thot që neve do ta sulmojmë vet, pra çfarë bën? Sulmi vet. Izraeli është i qartë dhe i vetëdijshëm edhe Netanyahu që shteti genocidial i Izraelit nuk mundet në asnjë moment t'i shkaktoj dëm e Iranit i vetëm. Por ai e thot do ta sulmojmë vetëm në mënyrë që po se bët juve, do ta sulmojmë edhe juve, po prap do vini me neve, pra sepse jeni detyruar të bashkoheni neve. Pra zgjidhni se pra duhet sulmuar patjetër, sepse qëllimi është dhe të kemi gjë parasysh sulmi që Irani dhe që Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'i bëjnë Iranit nuk ka të bëjë me dëmtimin e kapaciteteve, sepse kapacitetet nuk ja dëmtojnë dot të gjitha. Pra mund t'i dëmtojnë disa kapacitete, po jo të tëra kapacitetet. Është e pamundur t'i dëmtosh kapacitetet e lëshimit të raketave Iranit. Por bëhet në mënyrë që të shkaktojnë sa më shumë dhe do jemi në rast se bëhet, se unë jam bindur që do bëhet, por në rast se goditja do bëhet pa marrëveshje midis palëve. Pra nuk do arrit një marrëveshje midis palëve, siç u arrit në atë 12 dhjetorshin. Dhe
për ta vërtetuar këtë që u arrin 12 ditorshin, se mund thonë njerëzit që po ja fusim kot. Dje ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka dhënë një intervistë për CNN turk. Po. Dhe në atë intervistë ai pyetet direkt, a ka pasur njoftim Irani për sulmin? Dhe ai thot po. Një ditë para se amerikanët të sulmonin Iranin, pra të sulmonin Iranin në pikat e tyre bërthamore, ka marrë Marco Rubio në telefon dhe më ka thënë që njoftoni Iranin dhe thoni që të bëhen gati se do të vi një goditje e fuqishme brenda 24 orëve. Dhe unë thotë kam njoftuar Iranin për këtë goditje, që normalisht dije ku do jepe goditje, pra ka qenë e paralajmëruar goditja, pra e thotë në zëdhën me figurë ministri i jashtëm i Turqisë. E pas intervistë, regjia, më kthe pak tek ajo foto, lutem se. Prandaj them që jemi në aspektin që në rast se nuk bëhet si në këtë rast me marrëveshje, pra qëllimi është që po u bë pa marrëveshje të goditen sa më shumë objekta civile. Pra Amerika dhe Izraeli do godasin sa më shumë objekte civile në mënyrë që të shkaktojnë sa më shumë dëm te popullata dhe popullata të ngrihet dhe të rrëzoj qeverinë. Qëllimi i tyre është ndryshimi i qeverisjes. Ata janë të vetëdijshëm që me kapacitetet ushtarake që kanë në rajon, nuk munden në asnjë mënyrë të shkatërrojnë kapacitetet ushtarake, pra mund të shkatërrojnë 30 deri 40%. Ja 50%, më shumë se 50% kapacitetet ushtarake të Iranit nuk shkatërrojnë dot. Edhe këtë po japin për hatër 50%. Për gjithë ata që thonë Amerika është më e fuqishme. E ka humbur fuqia Amerika, nuk është më ajo që ka qenë. Ka mbaruar, ka 15 vjet, 20 vjet që nuk është më ajo që ka qenë Amerika. Është plakur. Pra shumë e thjeshtë. Amerika është plakur. Pra në aspektin më të thjeshtë të asaj. Është e plakur. E gjithë armatimi, municion, gjitha që ka është i plakur i përket viteve 70-80. Nuk është e re, pra nuk ka asnjë gjenerim të ri. Dhe qëllimi është të shkatërrojë, pra që të ngrihet populli dhe të rrëzojë qeverinë. Pra qëllimi është ndryshimi i qeverisë. Sa më shumë dëme që populli ngrihet dhe të argëzojnë ata qeverinë, dhe të kemi ndryshim qeverie nga brenda. Pra për këtë arsye do bëhet edhe sulmi nëse do bëhet. Ose në rast pastaj do shkojmë një sulm të përllogaritur, të marrë vdesh, me që ishte te sulmi dritan Hakan Fidan mbrom ka thënë që e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të regjimit të Iranit përmes sulmeve ajrore. Nuk e ndryshon dot regjimin nëpërmjet sulmeve ajrore në aspektin që po godasin dhe po eliminojmë regjimin. Pra me goditje ushtarake nuk e eliminon dot gjithë regjimin, sepse nuk kemi të bëjmë me një organizat të armatosur, pra një organizat politiko-ushtarake që ka dalë dhe që pretendon merret me politika, ajo posti mundi vrasësh 1-2 lider, 3 dhe mbaroj dhe organizata është përbër, nuk ka më se koka është. Këtu kemi të bëjmë me një shtet dhe me një shtet mira vjeçar. Dhe në një shtet hierarkia funksionon si horizontale dhe vertikal. Dhe kapacitetet për t'i vrarë të gjithë ta zën është e pamundshme. Pra ti duhet eliminosh të gjithë, se edhe plus e dyta nuk e di se kush janë pasuesit, plus e dyta Irani ka ndryshuar shumë para 3 ditësh, ministri i mbrojtjes i Iranit doli në një intervistë në televizionin publik iranian dhe deklaroi që kemi ndryshuar totalisht strukturën ushtarake të Iranit, strukturën komanduese ushtarake të Iranit, përfshi këtu strukturën e forcave ushtarake të tyre të thjeshtë dhe të gardës revolucionare. Dhe kjo strukturë, ka thënë, për arsye të sigurisë kombëtare do të mbetet sekret. Pra ata kanë ndryshuar strukturën e komandimit. Tashmë nuk e di se kush është komandanti, si funksionon, çështë dhe duke mos ditur këtë, ti nuk di se këtë godasësh. Pra, ka ndryshuar komplet kjo strukturë. Kjo është e gjitha dhe për këtë dhe Hakan Fidani thotë që është e pamundur që ti me anë të goditjeve ushtarake direkt të rrëzosh qeverinë. Por goditjet ushtarake mund të përdoren për të goditur më shumë objektiva civil, për të bërë sa më shumë dëme në jetën civile. Për këtë se ka problem, sepse edhe Amerika edhe Izraeli janë 2 shtete genocidiale, pra mjafton të shohësh se çfarë bën Palestinë, pra nuk është asnjë gjë e çuditshme për këtë. Shtetet genocidiale kanë qenë të dyja gjithë jetën dhe vazhdojnë të jenë dhe do godasin sa më shumë objektiva civil që populli pastaj të ngrihet të rrëzojë qeverinë. Por me anë të forcës ushtarake është e pamundur. E vetmja gjë që ti mund të bësh, pra me anë qeveria ndryshohet me forcën ushtarake vetëm në rast se ti vendos çon trupa në terren. Trupa në terren nuk ka mund të çojë askund është komplet diçka tjetër. Dritan, ajo që më bën përshtypje është edhe një lajm tjetër që prandaj tash jemi në fazën e lajmeve dhe më shumë duhet përmes këtyre lajmeve të kuptojmë domethënë pozicionin real të asaj që po ndodh në terren. Që Irani mund të përgjigjet me 2000 raketa njëkohësisht.
Shiko. A jemi këtu edhe këtu në kuadër propagandës? Nuk e di, për 2000 raketa do të kesh 2000 shtratë lëshimi. 2000 shtratë lëshimi janë shumë. Unë nuk mendoj që Irani ka 2000 shtratë lëshimi, por Irani mund t'i ketë nga 500 deri në 800 shtratë lëshimi jam i bindur që i ka. Po, edhe i pam të lufta 12 ditore, Do ka shtratë lëshimi. Nuk në gjatë luftës 12 ditore 100 diçka shtratë u përdoren, pra nuk përdoren shumë shtratë. Një shtratë është vetëm një goditje. Një shtratë lëshon një raket, pra. Vetëm një raket në 24 orë apo? Jo, një raket varet se sa kohë, pra një raket sepse iranianët çka kanë bërë? I kanë bërë të lëvizshme shtratët e lëshimit. Dhe raketat e tyre janë në atë kategori që mund të ngarkohen kollaj dhe shpejt, pra ti për të vendosur një raketë, një shtratë lëshimi, Iranit i duhet vetëm gati 1 orë e gjys. 1 orë e gjys 2 orë. Pra në këtë kanë mbërritur në këtë pikë. Pra ti mund ta përdorësh sa shtratin, brenda 24 orëve ti mund ta përdorësh 12 herë. Ta thënë për është 2 orë koha për ta ndryshuar, për ta vendosur një shtrat. 12 herë një shtrat brenda 24 orëve. Këto janë dritan apo? Po ky është shtratë lëshimi. Pra ky është një shtratë lëshimi. Pra ky është një shtratë lëshimi. Mund shkojnë. Janë të lëvizshme, vendosen ku do duash. Prandaj unë mendoj që ata që kanë thënë 2000, unë them që brenda 24 orëve ka kapacitete për të lëshuar 2000 raketa. Sepse duhet arritur që një shtrat mund të lëshojë minimalja 12 raketa. Ndoshta mund të ketë raketa që mund të duan edhe 1 orë kohë për të ndryshuar, pra për të lëshuar një dhe vend, po unë po them 2 orë do normalisht, pra në aspektin normal të raketave kryesore. Pra mund të lëshosh 2000 raketa për 24 orë. Po nuk mendoj që ka 2000 shtratë lëshimi. Se 2000 shtratë lëshimi thonë 2000 automjete të tilla. Pra, e mendoj pak në aspektin propagandës. Të egzageruar të propagandës. Mendoj që është ndryshuar në aspektin, pra, ata të cilët e kanë shkruar do e kenë marrë gabim, pra 2000 raketa në 24 orë dhe jo 2000, pra kur thua ka mundësi të lëshojë 2000 raketa, po 2000 raketa në 24 orë, po 2000 raketa një herësh. Kjo është egzageruar. Unë them që jemi në aspektet e propagandës. Pra, për 24 orë 2000 raketa, po, ka kapacitetet të lëshojë. Ndërkohë, regjia, duhet kemi një hartë aty për bazat amerikane që e kam sjellë së fundmi. Dritan, në një atë që e konsiderojmë duhet jetë së fundmi e kam sjellë atë, kjo duhet jetë. Këto janë pak a shumë të gjitha bazat amerikane janë brenda. Këto janë të gjitha bazat amerikane që ndodhen në këtë rajon, edhe ato që ndodhen deri në Evropë. Pra, siç e shihni, ku ka baza amerikane raketa dhe raketa është edhe kjo deri në Bond Steel atje sipër? Po. A Bond Steel duhet të jetë besoj atje në Bond Steel, baza amerikane Bond Steel. Pra, këto janë 4 lloje të raketave. Irani ka diku të rreth 22 lloje raketash. 22 lloje raketash balistike. Po këto 4 raketa që po flasim për to raketa që edhe u përdorën në luftën në përplasjen me Izraelin. Pra këtu është kapaciteti i këtyre raketave. Pra këto që shohim është kilometra. Pra kjo Dez Full? Kjo Dez Full shkon 1000 kilometra. Kjo tjetra Fatah 1 si Haj Kasemi janë 3. Këtu kemi 3 raketa. Po. Pra këtu kemi vetëm një lloj rakete. Dez Full. Këtu kemi 3 lloj raketash. Pra Fatah 1 është tjetër, Haj Kasemi është një tjetër edhe këto janë 1400 kilometra. 1400 kilometra. Këtu kemi 2 lloje raketash. Emadi dhe Gader. Pra këtu 2 lloje raketash 1700 kilometra. Edhe këtu kemi 2 lloje raketash, Khorramshari dhe Sejili. Por këtu është përdorur vetëm një Khorramshar, ndërkohë që kemi Khorramshar 1, 2, 3 dhe 4. E qartë. Ato shkojnë 4000 kilometra, 3000 kilometra. Pra, janë vënë vetëm to raketat që përfshin bazën. Ku janë bazat amerikane nga ku mendohet se Irani, po, gjitha bazat amerikane që ndodhen afër lindjes mesme, pra në lindjen e mesme dhe afër lindjes mesme, që mund të përdoren nesër si baza, sepse për shembull baza e Bond Steel është bazë logjistike. E qartë. Nuk është pra. Baza në Rumani është bazë logjistike. Pra këto kemi baza në Greqi janë 2 baza logjistike. Baza në Kretë është bazë logjistike për forcat detare. Pra kemi këtu në Oman bazën logjistike për forcat detare të flotës së 7, edhe kemi edhe në Kretë. Pra këto janë 2 pika që shumica janë baza logjistike, nuk kemi me baza. Dritan, ai skenari 2000 raketave që unë fola, po shkojmë brenda 24 orëve në një all-out war, në një luftë totale, sepse e kanë deklaruar iranianët, në çdo moment, në çdo goditje do të çojnë në një all-out war. Kështu ishte edhe deklarata radhën e parë, por pastaj goditjet u bën të komanduara. Jo, flas në një skenar, të deklaratave, se ne nuk e dim se
aktualisht se çfarë kanë biseduar ata në Oman, por mendohet që do të goditet edhe në këto nivele. Pra, do të mbetemi vetëm këtu, ku janë pozicionuar, le të themi, aeroplanbajtësia Lincoln, apo do të shkojmë edhe në një luftë totale, një luftë totale pa marrëveshje. Luftë totale pa marrëveshje? Luftë totale pa marrëveshje. Ne kemi gjë bazat kryesore që do të goditen, do jenë bazat e logjistikës detare. Pra, janë 2 bazat e Omanit, ku në ndecet anije dhe gjitha mund të pasi të harxojnë gjitha municionet që kanë, atyre duhet të ketë që vjen një bazë detare për të marrë sërish raketa, sepse nuk mund ta bëjnë në det hapur. Dhe në moment që ti shkataron bazën detare, ato nuk kanë më çfarë. I nxjerr jashtë funksionit. Absolutisht. Pra, ka 2 baza detare këtu, një bazë në Kret këtu. Pra, këto janë 3 bazat kryesore detare për të nxjerr jashtë loje forcën detare amerikane në këtë që ndodhet aktualisht në këtë rajon. Pra, mund të përdori 3 baza, 1, 2 dhe 3 në Kret. Po, mund përdori ato raketa që ka, pra ato raketa që përmendëm pak më parë, gjithë sasinë e raketave prej 1500 raketash në total që ka, dhe pastaj këto raketa 1500 nuk i merr më shumë se 10 ditë kohë, pra vetëm brenda 10 ditëve i harxhon, dhe pas 10 ditësh duhet patjetër të gjejë një bazë. Duke qenë se ti shkatëron këtë bazën këtu dhe këtë bazën këtu, atëherë është detyruar të shkojë baza tjetër ku ata mund të marrin, është në Spanjë. E qartë. Por nga Spanja deri atje merr gati 2 javë udhtim, pra 2 javë të shkuara, 2 javë vi thon 4 javë, thon 1 muaj. 1 muaj. Pra ky është problemi dhe ti nuk ke kapacitetet të mbash. Prandaj edhe Hakan Fidani thotë që me sulmin nuk munden të rrëzoj regjimin sepse 10 ditë kapacitete sulmi ka. Pra për 10 ditë ti nuk mundesh për 10 ditë u pa lufta 12 ditore nuk arritën për 10 ditë të rrëzoj regjimin, është e pamundur që të rrëzosh regjimin iranian për 10 ditë. Pra është jashtë çdo lloj koncepti kjo ushtarak. Edhe teorik, në aspektin. Pastaj praktik. Shiko, ne nuk po themi që 100% sepse atë 100% vetëm Zoti e di. Pra ai e di më së miri ti këtë punë se çfarë do ndodhi, por në aspektin e teorisë ushtarake është e pamundur që të ndodhi. Prandaj bazat e para goditen bazat e logjistikës. Po. Dhe baza e logjistikës detare, në mënyrë që mos t'i jepet mundësi forcës detare të riarmatoset. Pra nxjerr jashtë loje fuqinë detare dhe pastaj vala e dytë goditja e madhe do të jetë ndër të gjitha bazave që janë këtu në rajon për të shkaktuar sa më shumë dëme. Pra kjo nuk është sepse këto baza nuk përdoren, këto baza janë baza logjistike ushtarake për stërvitje të ndryshme që bëhen. Dhe do të goditen baza në Arabinë Saudite, e cila është bazë aviacioni, do të goditet baza në Jordani, e cila është bazë aviacioni. Këto janë 2 bazat kryesore të aviacionit që ka në këtë rajon. Dhe në moment që godet tot bazat e aviacionit, pra janë nxjerrja jashtë edhe aviacionit. Pra këto janë bazat kryesore, pra bazat detare, bazat e aviacionit. Kalon kjo në luftë rajonale dritan pastaj futet Irani në luftë me Arabinë Saudite, me Libanin, me Sirinë. Arabia Saudite ka përcaktuar që në rast se nuk do të goditen objektiva që i përkasin Arabia Saudite nuk hyn në këtë luftë. Dhe 2 bazat ushtarake që janë 2 baza ajrore, në cilat janë vendosur avion që do të përdoren për të sulmuar Iranin. Dhe bazat janë në përdorim së Bashkimit Amerikës dhe janë baza amerikane. Pra në momentin që janë nxjerr jashtë përdorimit bazën, pra ti nxjerr pistën jashtë përdorimit, automatikisht nuk ka më vlerë të godati me 2-3 raketa i nxjerrë jashtë përdorimit pistën, dhe ai ti duhet për 3-4 ditë ta miratoj pistën, pra 3-4 ditë ti nuk ke probleme me këtë dhe ky s'ka nga ngre avionët. Njëta gjë do goditet edhe pastaj Izraeli do goditet për të shkataruar totalisht. Izraeli është komplet diçka vete. Ne po flasim për bazat amerikane. Ndërsa gjitha bazat amerikane që shihni këtej që janë edhe në Kuvajt, fazat e Kuvajt për shembull janë gjitha baza logjistike. Pra nuk janë baza logjistike për nevojat, pra nuk janë baza nga cilat mund të goditet Irani. Irani do godasi ato bazat kryesore cilat nga mund goditet. Bazat e Arabisë Saudite, baza e Jordanisë janë 3 bazat kryesore nga cilat mund goditet Irani. Dhe është edhe baza e Akrotinit në Kipro. Baza është tu nuk është dhënë kjo, është një bazë Akrotini, edhe kjo kemi një bazë, është baza e Akrotinit në Kipro, edhe baza e Akrotinit në Kipro është bazë ajrore në cilët janë grumbulluar sot avionët edhe amerikanë edhe europianë janë vendosur aty të Bashkimit Evropian, pra të forcave të NATO-s. Dhe në rast se këta po kryesisht ta avionë edhe në luftën 12 ditore u përdoren vetëm për të mbrojtur Izraelin sepse janë afër dhe mbrojnë për të lëshuar për të rrëzuar raketat iraniane dhe dronët iranian. Të mendohet që edhe për këtë arsye nuk është vendosur kjo bazë, se mendohet që kjo bazë nuk do të përdoret për të sulmuar Iranin, por do të përdoret vetëm për të mbrojtur Izraelin. Pra në këtë aspekt dhe nuk do të jetë pjesë e goditjes, kurse bazat që marrin pjesë në goditjen e Iranit do të sulmojnë. Në momentin që i sulmon ato baze, nxjerr jashtë loje, atëherë çdo gjë tjetër pastaj për Iranin është thjesht speskam dhe gjithë kapacitetet e veta pastaj do i përqendroj drejt Izraelit për të eliminuar totalisht Izraelin. Dritan, lexova që kishte dhe gjithashtu një skenar ku
proxyt e Iranit, siç janë Houthit, siç është Hezbollahu, apo siç janë milicia në Irak, apo qoftë edhe në Siri. Ideja është që në këtë luftë rajonale, a mund destabilizohet Siria, mund destabilizohet Libani, mund destabilizohet... Siria aktualisht në kontrollin e turqëve dhe të Izraelit, nuk do të marrë pjesë në këtë, pra në rast se turqit nuk vendosin që forcat siriane të përfitojnë nga kjo rrëmuj, nuk besoj që do të marrin turqit, nuk kanë për ta bërë këtë, vetëm do të përparojnë, pra mund të kemi një përparim, duke qenë se mund të dëmtohet Izraeli shumë dhe është detyruar të mblidhet në vetë, atëherë çfarë bën? Forcat siriane nuk kanë hyrë në këtë territorin e fundit të Sirisë, që janë këto Al Sueida e këto tjera territoret, atëherë do të futen edhe në këto territore, të cilat nuk kanë hyrë deri më tash sepse si ka lejuar Izraeli, duke qenë se Izraeli nuk do ketë më kapacitete të mbrojë këta me anë të aviacionit, atëherë automatikisht forcat do të futen këtej. Pra kjo do të jetë në Siri dhe kjo do të jetë tentativë për të marrë nën kontroll Sirin nga qeveria aktuale që është, pra nuk kemi dalje të kësaj. Destabilizimi. Jo, kurse më në Liban, edhe në Liban, forcat e Hezbollahut nuk do ta kalojnë dhe ashtu siç nuk e ka kaluar asnjëherë territorin kufirin me Izraelin, pra nuk do të kemi sulm ndaj Izraelit në aspektin frontal ushtarak, që ushtarët e Hezbollahut do kalojnë territorin sulmon Izraelin. Jo, por do të marrin në kontroll territorin e Libanit, i cili ju përket atyre dhe forcat e Izraelit nuk do munden të luftojnë më. Pra aktualisht aviacioni izraelit është duke goditur gjatë gjithë kohës në Liban, pra e ka thyer atë ankushimin, duke goditur pika që mendon se janë të Hezbollahut këto. Kjo do t'i japi mundësi Hezbollahut që të riorganizojë pikat e veta, sepse nuk do të jetë nën mbulimin e aviacionit izraelit dhe aviacioni izraelit nuk do ketë kohë të merret dhe të ruajë se çfarë ndodh në Liban, në jugun e Libanit, por do të përdorë të gjitha kapacitetet e veta për të mbrojtur nga kjo luftë. Pra jep mundësi këtyre që këta të riorganizohen, të rilëvizin materialet e tyre të luftës që i kanë atje ose që janë bllokuar diku ose të çojnë të tjera, pra kjo do të ndihmojë. Kurse Houthit nuk do të bërzihen në këtë goditje në aspektin. Por çfarë do të bëjnë? Houthit do të vazhdojnë të ndërpresin këtë Bab el Mandebin, dhe çdo lloj anije që cila do të çojë furnizime drejt Izraelit nuk do të kalojë, pra. Çdo anije që përket Izraelit nuk do të kalojë edhe çdo anije amerikane, sepse tashmë kanë deklaruar që në rast se Amerika sulmon Iranin, ne do ta bllokojmë Bab el Mandebin sërish. Dhe në moment që e bllokojnë Bab el Mandebin sërish, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë detyruar që kapacitetet e tyre detare që i kanë këtu, ti përdorin edhe për të sulmuar Houthit. Pra atëherë kjo i jep Iranit mundësi që kapacitetet goditëse të Amerikës përgjysmohen në këtë aspekt. Pra nuk do të jetë aq vale madhe goditëse ndaj Iranit, për arsye sepse duhet të përdorë edhe këtej. Ndërkohë Ngushtica e Hormuzit dritan sepse është Ngushtica e Hormuzit nuk bllokohet. Ngushtica e Hormuzit nuk bllokohet sepse Irani. Shtetet Bashkuara të Amerikës lexova një lajm që kanë njoftuar anijet që të kenë kujdes. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar anijet amerikane që të kenë kujdes në rast se hyjnë në të ujërat territoriale iraniane, të mos u binden gardës revolucionare iraniane për të ndalur, për të hyrë njerëz nëpër to, sepse ka ndodhur një anije amerikane ka hyrë në Ngushticën e Hormuzit. Dhe pasi ka hyrë në Ngushticën e Hormuzit, ka hyrë në territorin e ujrave territoriale të Iranit. Irani i ka kërkuar që të largohet nga ujrat territoriale, ka dërguar ato anijet e veta luftarake për ta larguar. Normalisht që hyrja është bërë me qëllim për të parë gatishmërinë e forcave iraniane, se sa janë të gatshëm në rast se hyn një anije në ujrat e tyre, sa janë të gatshëm si shkon nga vjet për këtë gjë. Dhe kjo pastaj është bërë sikur është bërë në incident, nuk ka ndodhur asnjë lloj incidenti, por amerikanët e kanë bërë këtë sikur kjo është bërë namet, tashmë po japin pra për të justifikuar veprimin që bën, ndërkohë që veprimi ishte i gjithë për nevoja ushtarake, nuk kishte bën asgjë. Ania as nuk u ndalua, as nuk u tentua type, thjesht Ania u detyrua që të dilte nga ujrat territoriale, pra u çuan varka të armatosura për të detyruar Anian që të dilte nga ujrat territoriale iraniane, dhe pasi doli nga ujrat territoriale iraniane, nuk Ania vazhdoi rrugën e vet, procedurën e vet. E fiksova dhe Hormuzin dritan për shkak se te kjo pjesë e luftës totale ka edhe një skenar kundërpërgjigje të Iranit, cilin po e lexoja, ku bënte pjesë edhe ideja e një skenari të bllokimit të Hormuzit, çka mund të krijonte më pas probleme. Irani nuk do ta bëjë bllokimin e Hormuzit, sepse nuk ka interes ta bëjë bllokimin e Hormuzit, sepse Irani, në rast se bllokohet Hormuzi, atëherë Irani nuk i çon më naftë Kinës. Dhe Kina ka interesi të marrë prapë. Por Hormuzi pjesërisht bie, pra nuk do të funksionojë 100% në momentin që fillon lufta, por do të funksionojë 10%, 20%, për arsye se anijet që qarkullojnë, hiq anijet kineze dhe anijet ruse që janë anije shtetërore. Dhe për to shteti është shteti, kurse të gjitha anijet private, të kompanive private, funksionojnë në bazë të garancive, pra të siguracionit, pra si punë e makinës. Dhe siguracioni blehet në Londër, dhe siguracioni i mjeteve që kalojnë në zonat luftës kushton shumë shtrenjtë dhe shumë mica e kompanive nuk kanë leverdi që të paguan një siguracion aq të shtrenjtë
Po. Kur mund të rrezikojnë? Mund të rrezikojnë. Rrezikut lart. Automatikisht bie fluksi, pra nuk do të jetë 100%, por do të shkojë fluksi te 20%. Te ky 20% që në rast se ky 20% që mbetet për një periudhë 12 ditore, 20 ditore, pra nuk e ndikon shumë. Ishte rritur me $1 fuqia, po, nuk ndikon shumë, po në rast se lufta zgjat. Nëse zgjat po them, nëse kjo. Atëherë po ky fluks ndikon sepse normalisht është nafta që merr gjithë Evropa dhe Perëndimi, pra që marrim edhe neve. Dhe në këtë moment pastaj bien ato rezervat e naftës, dhe duke rënë rezervat e naftës do të rritet çmimi sepse një anije që do vijë të marrë naftë nesër në Kuwait ose në Katar ose diku tjetër, ku ta marrë të naftën ta bjeri, duhet të paguhet shumë shtrenjtë siguracioni, dhe gjë që kur ata paguajnë një siguracion kaq të madh, normalisht kjo tarifë do të shkojë mbi naftën cilën neve e përdorim dhe rrit dëmton ekonominë si globale, po edhe ekonominë tonë. Neve jemi më dëmtuar se sa globale sepse kemi shumë të vogël dhe nuk kemi kapacitetet të përballojmë atë. Duket dritan sikur e vetmja mundësi për të mbrojtur nga raketat hipersonike, çka realisht Izraeli i vlerëson si kërcënim strategjik për Izraelin, duket sikur e vetmja mbrojtje janë vetëm sistemet kundërajrore. Shiko, nga raketat hipersonike, edhe sistemet kundërajrore nuk të mbrojnë dot. Sistemet kundërajrore përdoren kryesisht mbi raketat balistike. Pra kemi raketa balistike jo hipersonike. Po edhe raketat balistike treguan në luftën 12 ditore që është e pamundur me të cilat të mbrohet. Pra nuk ka kapacitete askush sot të mbrohet nga raketat balistike. Në një kohë kaq të shkurtër, sepse raketat balistike çfarë bën, nëse se mbani mend juve, në atë përplasje 12 ditore raketat balistike ishin me val. Pra, lëshonte 5 parat, pasi varkoi lëshonte 5 të dytat, 5 të tretat, në këtë aspekt dhe duke pasur një sasi të madhe raketash, është pa del jashtë loje çdo lloj kapaciteti i mbrojtjes kundërajrore. Sepse raketat balistike kanë gjë, janë të komandueshme, pra janë ICBM, pra ato janë kokat e tyre janë të manovrueshme. Janë raketa balistike të manovrueshme dhe në momentin që lëshon 5 të parat, ato vinë dhe bien në objekt dhe ti e shef se si reagon mbrojtja kundërajrore, ku e ka kapacitetin e saj. Dhe shef ku ka hapësira. Dhe 5 të dytat ose 5 të tretat manovrojnë dhe ikin për të ikur kësaj dhe prandaj lëshohen me val. Dhe për sa kohë ti lëshon me që vala e parë, vala e dytë, gjithçka kemi të bëjmë me val. Dhe kur ti ke kapacitetet të lëshosh val pafund, atëherë çdo lloj mbrojtje kundërajrore ndaj valve të pafunda te ngopet është zero, nuk ka asnjë mundësi që të funksionojë. Pra funksionimi i saj bëhet pikërisht që është e pamundur dhe për këtë edhe ai Netanyahu thotë që i trembet sepse e pa në 12 ditë pra me val. Në momentin që gëdhet me val, ti mund të mbrosh ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë dhe nëse e mbani mend, në 5 ditët e para Izraeli arriti kishte kapacitet mbrojtje. Pas 5 në ditën e 6, 7, 8 deri në ditën e 12, raketat shkatërruese pres sepse nuk kishte më kapacitete të mbrojtjes kundërajrore. Sepse vala e raketave i shkatërronte ato. Pra kjo është ajo kapacitet. Dhe për këtë arsye Irani ka bërë me mira raketa në mënyrë që të lëshoj val goditse, pra me val të ndryshme, ta nxjerrë jashtë loje mbrojtjen kundërajrore. Sa do të mirë ta kesh, sa do me stres, sa do shtresat kesh në mbrojtjes kundërajrore, nuk ke kapacitete të mbrohesh nga një sasi kaq e madhe raketash. Sidomos kur janë të manovrueshme. Do ta vazhdoja në fakt, po nuk e kam kohën e mjaftueshme sepse do të doja shumë të fokusohesha dhe tek diçka që është edhe interesi kryesor edhe i yti duke qenë se je një person që ke marrë pjesë në vetë parë në luftën çlirimtare të Kosovës. Do të lexoj pak a shumë çfarë ka ndodhur me 4 krerët e UÇK-s. Në ditën e parë të deklaratave mbyllëse në gjyqin për krime lufte ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe 3 të tjerëve në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag të hënën, zyra e prokurorit të specializuar kërkoi dënim me 45 vjet burg për secilin nga 4 ish udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe tani do të citoj çfarë ka thënë sepse kjo është më rëndësi. Zyra e prokurorit të specializuar ka kërkuar shpalljen fajtor për të gjitha 10 akuzat dhe dhënien e një dënimi të vetëm prej 45 vjetësh burg bazuar në kontributet individuale në krimet e kryera nga secili, nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, tha kryeprokurorja Kimberly West para gjykatës. Këto, ka thënë, citoj gjithmonë kryeprokurorin, këto janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë dhe rëndësia e akuzave nuk është zvogëluar me kalimin e kohës,
ka thënë ajo. Çfarë po ndodh Dritan, sepse ajo që po lexojmë është një lajm shumë i keq. Do doja shumë para shumë mund do jem në pozitat e një njeriu që do të pyes me naivitet në kuptimin që çfarë po ndodh me krerët e UÇK, sepse dua ta di prej fillimit për çfarë është ngritur kjo akuzë, kush janë prapaskenat e goditjes së 4 udhëheqësve të UÇK-s, çfarë tentohet, kush janë skenarët që po tentojnë që të delegitimojnë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E para, prokuroria është një, si gjykata, si prokuroria është një sistem i cili është ngritur a priori, është një sistem i cili është ngritur jashtë çdo lloji koncepti dhe funksionimi të një sistemi drejtësie, kudo në botë, dhe qëllimi i saj është denigrimi i historisë, denigrimi i luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe denigrimi i vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo për qëllime të errëta politike të mëmbrashme të atyre të cilët e kanë iniciuar dhe ngritur këtë. Pra, dhe këta 4 persona që po shohim aktualisht, edhe disa tjerë janë viktima të vetvetes së tyre. 4 zotërinj që janë edhe në figurë janë viktima të vetes së tyre, për arsye se janë këta të cilët me përjashtim të Recep Selimit, pra Recep Selimi ishte i vetmi i cili ishte në parlament dhe doli kundër kësaj. Pra Recep Selimi doli kundër edhe kundër ngritjes së gjykatës speciale. Dhe kanë folur në parlamentin e Kosovës Recep Selimi dhe Nait Hasani. Pra 2 persona të cilët kanë folur kundër ngritjes së kësaj gjykate kanë qenë kundër, kurse 3 persona të tjerë që shihni, pra Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi dhe Katri Veseli kanë qenë pro ngritjes së saj. Prandaj janë viktimë e vendimit të tyre aktualisht. Ngulën këmbë që kjo gjykatë të ngrihej, me mendimin se kjo gjykatë do sillte drejtësi për diçka që nuk kishte nevojë për drejtësi. Aktualisht kërkesa që prokuroria ka bërë, pra prokuroria po loz me një lloj mashtrimi klasik. Ajo po merret me çështje të viteve, pra e cila juve ju ka bërë përshtypje, pasi ka dhënë 45 vjet për çdo person, ka kërkuar. Dhe kur jep vitet, pra të largon nga parimi, të largon nga procedura, të largon nga akuza, të largon nga faktet, të cilat i ka sjellë të rreme. Dhe ti merresh me vitet. Ndërkohë që nuk është e parë që kjo prokurori ka kërkuar një sasi kaq të madhe vitesh. Nuk është hera e parë. Jo, në vitin 2023 është dënuar Sali Mustafa, dhe Sali Mustafa është i dënuar i parë nga kjo gjykatë, edhe atëherë prokuroria kërkoi 43 vite burg për Sali Mustafën. Pra, kjo prokurori ka standard këtë kërkesë. Që nëpërmjet sasisë të madhe të burgut që kërkon, të humbasi në këtë sasi mbrojtjen dhe të humbasi edhe qytetarët që merren me proces me sasinë e viteve. Ndërkohë që duhet marrën me akuzën. Nuk ka rëndësi sot se sa dënohet Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi ose Kadri Veseli ose Recep Selimi. Sepse nuk ka rëndësi në aspektin e akuzës në cilën ata janë. Pra akuza është shumë herë më e rëndë se sa vitet që ti i vën kurriz. Ti mund dënohesh edhe një vit, por në rast se ti dënohesh për krime lufte, për krime kundër njerëzimit, atëherë kjo të bën kriminal lufte. Prandaj lexova dhe pikërisht dhe nuk ka rëndësi më viti. Ka rëndësi, prandaj ka rëndësi akuza. Dhe çfarë bën tash? Në të kundërtën e bën prokuroria. Pra ajo vendos vitet në mënyrë që mos merresh me akuzën. Po ku janë këto krimet kundër njerëzimit? Ku janë këto krimet e luftës? Ku kanë ndodhur? Pra të gjitha janë bërë mbi dëshmi të rreme, të gjitha janë bërë mbi gjëra falso. Aktualisht në fjalën e saj prokuroria përmendi një dëshmitare, ajo është gruaja e një serbe, 2 serbëve, babë bir, dhe në dëshminë e saj gjatë këtij procesi, vetë dëshmitarja e cilën prokuroria e përmendi si bazë në ngritjen e kësaj akuzë, në këtë akuzë, dje ka pranuar që i biri dhe i shoqi i saj kanë qenë paramilitar në luftë. Kanë qenë paramilitar. Po, kanë qenë të angazhuar në forcat ushtarake serbe si paramilitar. Pra, në momentin që ti e mbulon këtë, pra kemi të thua krime lufte ndaj kujt? Ndaj një paramilitari. Pra si që mund të quash krime lufte ndaj një personi që ka veshur uniformën? Një person që ka veshur uniformën nuk hyn te krimet e luftës. Duhet ta tikoj ajo, në rast se ti e ke vrarë një person që ka veshur uniformën, e ke vrarë pasi e ka arrestuar atë, pasi e ka kapur atë të gjallë, dakord, ajo mund të jetë krim, por nuk i përket kësaj gjykate ta gjykojë atë. Nuk janë krime lufte civile. Pra janë krime ushtarake, vepra penale ushtarake, të cilat nuk hyn te krimet e luftës në atë moment. Është te keqtrajtimi i të burgosurve, pa ishi burgosur lufte prap ka nenë të tjera, ligje të tjera dhe kjo gjykat nuk e ka kompetencat. Për këtë arsye jepet viti më shumë
në mënyrë që ti të fokusohesh te vite dhe shmangesh te akuza dhe si erdhëm të akuza. Pra të manges te parimi i bazë, si erdhëm të akuza. Pse u ngritën këto akuza? E dyta ka të bëjë me çështjen e kohore të kësaj gjykate. Prokuroria vendos dhe më vjen keq që gjithë grupi i avokatëve nuk e kanë kundërshtuar këtë a priori në parim. Akuza ndaj personave bëhet nga data 1 janar e vitit 1998 deri në 30 dhjetor të vitit 2000. Pra më kuptoni. Dhe tash më thot 1 janar 98 deri dhjetor 2000. Pra 98-2000. Po, këta 4 zotrit ju shifni, janë antarë të shtabit të përgjithshëm prej datës 10 qershor 1998. Për arsye se shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është themeluar më 10 qershor të vitit 1998. Nga 1 janari i 98-s deri në 10 qershor të 98-s nuk kemi pasur shtab të përgjithshëm. Kemi pasur një shtab kolegjal në cilin bënin pjesë të gjithë grupet, sepse deri në këtë kohë UÇK-ja kanë funksionuar me grupe të armatosura zonale. Pra çdo zonë, çdo krahin kishte një grup të vetin. Në Llap ekzistonte Zahir Pajaziti, në Drenicë ekzistonte Adem Jashari, në Gjakov ekzistonin Haredinat edhe të tjerë, pra kishim dy grupe atje dhe komandantët e këtyre grupeve të organizuara dhe të themeluara pas tërvitjeve në Shqipëri në 91-shin, kishin krijuar një shtab. Dhe ky shtab quhej shtabi kolegjal, pa jo shtabi i përgjithshëm, ku merrnin pjesë këta komandantë të këtyre grupeve dhe binin dakord si për të bërë veprime të përbashkëta ose gjë. Kjo ishte. Ndërkohë në 10 qershor, po, dhe ky shtab nuk kishte fuqi mbi grupet në veçantë. Kurse ky shtab 80% e këtij shtabi u eliminua nga viti 1997 deri në mars të vitit 1998 kur u vra edhe Adem Jashari bashkë me familje. Eti. 80% e këtij shtabi, ta themi si shtab, këtij shtabi organizativ u themelua pra. Dhe gjithë komandantët e këtyre grupeve u asgjësuan. Dhe nga marsi 98-s deri në qershor të 98-s, Ushtria Shqiptare e Kosovës, pra ato grupe që ishin grupe të armatosura që mbetën pa kokë. S'kishin më kokë, komanduese, sepse edhe komandat e këtyre grupeve u vranë. Në 10 qershor 1998 këta persona, këta 4 themelojnë shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në 10 qershor 98 shtabi i përgjithshëm themelohet mbi baza të profesionalizmit. U sollën oficer shqiptar të Kosovës, cilët kishin mbaruar akademitë ushtarake në ish Jugosllavi dhe kishin edhe eksperiencë lufte në Kroaci dhe në Bosnjë kundër forcave serbe. Pra këta u bën antarë të shtabit. Dhe detyrat kryesore të shtabit, që ishin detyra operacionale, ju lanë këtyre oficerëve. E qartë. Dhe faza e parë, pra kemi akuzuar nga janari deri në qershor këta s'kan qenë. Dhe ti akuzon për një periudhë në cilën nuk kanë qenë. Tash nga qershori i vitit 1998 që u themelua shtabi i përgjithshëm, në qershor të vitit 1999 mbaroi lufta. Është një vit kohë. Për një vit këta kanë qenë antarë, po të plot, pjesërisht kanë qenë antarë të shtabit përgjithshëm. Dhe pse them pjesërisht? Sepse në prill, me datë 1 prill të vitit 1999 është themeluar qeveria e përkohshme e dalë nga marrëveshja e Rambujës. Në 1 prill 99-s. Dhe në 1 prill të 99-s, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi nuk ishin më antarë të shtabit përgjithshëm, po ishin antarë të qeverisë. Vetëm Recep Selimi mbeti antar i shtabit përgjithshëm sepse ishte prej themelimit. Edhe deri në fund, Recep Selimi ka pasur detyrën e krye inspektorit të përgjithshëm të shtabit përgjithshëm. Kjo ka qenë detyra e tij. E qartë. Dhe në fund të qershorit, me datë 20 qershor të vitit 1999, Ushtria Shqiptare e Kosovës ka nënshtruar një marrëveshje me KFOR-in dhe me NATO-n për demilitarizimin e UÇK-s dhe për shpërbërjen e UÇK-s dhe kthimin e saj nga Ushtria Shqiptare e Kosovës në forcat në TMK, trupat e mbrojtëse të Kosovës. Pra, deri në 98, deri në fund të qershor të 99-s ka ekzistuar UÇK-ja. Këta akuzohen deri në dhjetor të 2000-shit, pra akuzohen edhe për një vit e gjysmë më shumë, ndërkohë që UÇK-ja nuk ka ekzistuar në këtë një vit e gjysmë më shumë. Në rast se këta i kanë bërë këto krime që kjo thot pas luftës, këto krime i kanë bërë në emër të qeverisë përkohshme, jo në emër të shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ndërsa këtu akuza ka të bëjë
me shtabin e përgjithshëm. Dhe gjatë gjithë kohës prokuroria ka ngulur këmbë te shtabi i përgjithshëm ushtrisë të Kosovës dhe te ushtria shqiptare e Kosovës. Pavarësisht se prokuroria për shkak të, unë besoj, të nivelit të tyre literal dhe ignorant që kanë prokurorët, pavarësisht janë totalisht ignorant, në një aspekt, në një moment thoshte që nuk kemi punë me UÇK-n, po kemi punë me individët. Pastaj, pa kaluar 10 sekonda, thoshte që të gjithë personat e ndaluar i ka ndaluar UÇK-ja. Po në momentin që ti s'ke të bësh me UÇK, nuk mund thuash që i ka ndaluar UÇK-ja. Pra, po kërkon të vërtetoj përgjegjësinë komanduese, që këta kanë përdorur UÇK-n, po këta mund të kenë përdorur individ të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po jo ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra ti mund ta përdorësh një individ. Ai individi mund të të vitë në emër të UÇK-s, por ti nuk mundesh të bësh një akuzë që arrestimet i ka kryer UÇK-ja, jo. Në rast se do të mbetemi të akuzat individuale siç pretendon prokuroria, atëherë ti duhet ta kalosh në mënyrë individuale dhe s'ke punë me UÇK-n. Pra ti duhet thuash në çdo moment që kanë shfrytzuar UÇK-n, por kjo nuk është në asnjë moment. Në akuzën kryesore thoshte që tha që personat e ndaluar i ka ndaluar ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe pastaj tha që ne s'kemi gjë me UÇK-n. Po ti në këtë moment kemi UÇK-n. Pra gjithë puna është te UÇK-ja. Të godasim UÇK-n si një organizatë kriminale. Po pavia e goditjes është drejton. E para këta persona të cilat janë akuzuar janë firmëtar të marrëveshjes Rambujës. Që do të thotë marrëveshja Rambujës që është bërë në Francë në 99, në mars të 99-s, e cila solli edhe bombardimet e NATO-s kundër Serbisë, për shkak se Serbia nuk e firmosi marrëveshjen Rambujës. Marrëveshja Rambujës në aspektin e vet politik, po ta shohësh vetëm në aspektin politik, marrëveshja Rambujës është një goditje e madhe për Kosovën, është një tradhti në aspektin e saj, po ta marrim thjesht dhe literalisht në atë çfarë kemi firmosur. Këta zotëri që kanë firmosur marrëveshjen Rambujës, në aspektin historik vetëm të marrëveshjes, po të lexosh marrëveshjen është tradhti, sepse marrëveshja Rambujës e parasheh Kosovën si pjesë të Serbisë. Por duke qenë se Serbia nuk e firmosi marrëveshjen Rambujës, NATO mori vendim që ta sulmonte Serbinë vetëm për këtë shkak pse nuk firmosi marrëveshjen Rambujës. Pra nuk hyri NATO se u dashurua me shqiptarët, dhe nuk hyri NATO në luftë me Serbinë pse i tham neve. Jo, hyri për shkak se Serbia nuk pranoi të firmoste marrëveshjen. Sepse NATO në Rambuje ja afroi Kosovën Serbisë në pjatë të argjend. Dhe pasi ja ofrojnë pjatë argjend, Miloshi nuk pranoi. Problemet e tij nuk e di se dhe, pra shancion që Miloshi nuk pranoi, atëherë ata sulmuan Serbinë nga inati që Miloshi nuk ju pranoi atyre Kosovën si ofertë. Se ju afruan Kosovën totalisht. E qartë. Kjo ka ndodhur. Dhe në momentin që ti i akuzon këta persona dhe i dënon këta persona për krime lufte, krime kundër njerëzimit, atëherë nga ana ligjore ti i jep ligjërisht dhe moralisht të drejtë Serbisë që të thotë, justifikojë që ne nuk e firmosëm marrëveshjen Rambujës sepse ne e dinim që këta ishin kriminalë dhe krim lufte. Pra ti justifikon dhe në një të ardhmë të afërt i jep mundësinë ligjore në këtë aspekt që të thonë që të akuzojnë NATO-n që ka bashkëpunuar me kriminalët, pra juve keni ndihmuar kriminalët dhe të kundërshtojnë në gjykatën ndërkombëtare, po të Hagës, gjykata ndërkombëtare e Hagës, të kundërshtojnë njohjen e pavarësisë të Kosovës, sepse juve keni nëpërmjet kësaj, sepse thonë që juve keni njohur juve keni njohur pavarësinë dhe pavarësinë e kanë shpallur sepse këta janë edhe sepse kjo është më bë, këta janë edhe shpallës të pavarësisë. Pra, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli janë shpallës të pavarësisë të Kosovës. Pra, pavarësinë e kanë shpallur këta kriminalë që ju keni dënuar. Dhe si të tillë, kjo pavarësi është e pavlefshme se është shpallur nga njerëz të dënuar për krime lufte, dhe këto krime këta nuk i kanë bërë pas shpalljes, po i kanë bërë para shpalljes. Pra jep mundësi ligjore të kundërshtojë në gjykatë pavarësinë, shpalljen e pavarësisë të Kosovës. Dhe mbi gjitha këto, ç'a bën? I jep mundësi Serbisë që të thotë që, siç po e shihni, pra justifikohet thotë që në Kosovë ka pasur luftë civile, sepse shqiptarët kanë vrarë njëri tjetrin dhe shqiptarët kanë vrarë serbët që jetonin atje. Dhe neve ndërhyjmë ushtarakisht për të ndaluar këtë luftë civile. Pra justifikojnë e qartë. Gjithë masakrat dhe gjithashtu. Dhe në një aspekt kjo prokurori është vënë e gjitha në shërbim të Serbisë, sepse prokuroria gjatë procesit dje përmendi dhe thoshte dhimbja një nëne që ka humbur burrin dhe djalin. Për këtë serben që burri dhe djali kanë qenë paramilitar. Po mirë, pyetja lindë thjesht. Aktualisht shqiptarët janë 1500 shqiptarë të zhdukur, të cilët nuk dihet se ku janë. Ndërta janë 500 fëmijë.
po të zhdukur, që nuk dihet se ku janë, po nënat e këtyre shqiptarëve, po nënat e këtyre fëmijëve. E qartë. Ndërkohë që është pranuar që këta shqiptarë i kanë marrë paramilitarët dhe forcat ushtarake serbe. Është pranuar që këta ndodhen në përvarreza masive në Serbi, po Serbia nuk i jep. Pra këta paramilitarë, burri dhe djali i kësaj të cilës prokurori ja përmendi, kanë marrë pjesë në grabitjen e këtyre shqiptarëve të cilët janë zhdukur. Dhe tash i duhet na dhëmbi më shumë ky serbi që ka vrarë, që ka marrë këta grabitur këta fëmijë, se sa të na dhëmin fëmijët tanë që këta i grabitën, dhe ne duhet paguajmë për këta që kanë marrë pjesë, që na kanë vrarë. Pra, shumë dritan, ky është gjithë qëllimi i kësaj, që lufta, që historia të degenerohet dhe të na barazojnë neve me Serbinë. Po si thash nuk na barazojnë dot, sepse një serb i vrar me 300 fëmijë të 500 fëmijë të zhdukur nuk është i barabartë. Le ta bëjnë si të duan, le ta shpojnë si të duan. Pra kërkojnë të zhbëjnë historinë, kërkojnë të godasin bazën e historisë. Krenaria sot për sot e kombit shqiptar është ushtria shqiptare e Kosovës. Në rast se juve më gjeni, kushdo tjetër, unë e ftoj çdo tjetër, e sfidoj çdo tjetër që na dëgjon sot, të na gjejë një krenari tjetër në këto 35 vite të kësaj të ndryshimeve të sistemit. Pra kemi 35 vite që kanë ndryshuar sistemet në gjithë botën. Sistemet politike. Jo, është vërtet. Të na gjejë një krenari që ndihen krenarë këta shqiptarë në këto 35 vite për diçka që kanë bërë shqiptarët së bashku, sepse ushtria shqiptare e Kosovës mblodhi shqiptarë nga të gjitha trojet shqiptare për herë të parë dhe ishte vetmja ushtri e cila mbledhur arriti të çlironte të arriti objektivin e saj. Objektivi ishte çlirimi i Kosovës dhe arriti këtë objektiv. Pa është një sukses i madh dhe sollëm edhe nga diaspora, pra erdhën nga diaspora. Nuk vetëm shqiptarët, kishte nga Çamëria, kishte nga Malizi, kishte nga Presheva, kishte nga Kosova, kishte nga Shqipëria, kishte nga Maqedonia, antarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe erdhën edhe nga shqiptarët nga diaspora. Nga Amerika erdhi një batalion më vete. Dritan, është e qartë si drita e diellit që kemi të bëjmë me një komplot kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, kundër kombit shqiptar. Pyetja është, dhe kjo po ndodh mu në zemër le të themi të perëndimit. A do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do ta lejojnë vendet shtetet europiane të ndodh kjo që ti sapo me drejt paremrove? Shtetet europiane janë pas kësaj, shtetet europiane unë mendoj që po shkojnë drejt asaj që duke i barazuar, duke dashur, por ata po ecën me mentalitetin që në rast se neve i barazojmë krimet e serbëve, me ta shtuquar ato krimet të shqiptarëve, pra mendoj që të shqiptarët nuk ka krime, po edhe në ato që janë vrasje janë bërë, pra ato që kanë ndodhur dhe personat që akuzohen, për mendimin tim kush ka qenë bashkëpunëtor i Serbisë në kohën e luftës, pra kush bëhet bashkëpunëtor i armikut në momentin që armiku të ka pushtuar, të ka vrarë, të ka përdonuar popullin tënd, ai meriton të vritet. Shifni se çfarë bëri De Gaulli. De Gaulli pas luftës dytë botërore pushkatoi 57.000 francezë. Si bashkëpunëtor, si bashkëpunëtor të nazizmit gjatë luftës dytë botërore. Pa gjyq. Charles de Gaulle. Po Charles de Gaulle, më njëherë pas luftës, 57.000 francezë pushkatoi. Dhe të gjithë ta për cilët akuzohet, pra këta për cilët akuzohen janë vetëm 10 shqiptar bashkëpunëtor të Serbisë dhe të tjerat janë serbë që kanë qenë të gjithë paramilitar dhe ushtarak serb, që kanë bërë krime. Dhe ideja e Bashkimit Evropian dhe Evropës është në rast se i barazojmë këto krime, pra ti barazojnë këto krime, në aspekt të barazojmë këto që kanë bërë shqiptarët, që për mua nuk janë krime, është veprim patriotik të vrasësh sot tradhtarin, është veprim patriotik të vrasësh sot bashkëpunëtorin e armikut. Thomas Jefferson ka thënë që pema e lirisë shpeshherë duhet vaditur me gjakun e tradhtarëve dhe të dëshmorëve, që ajo të arrijë të ekzistojë. Dhe ne në këtë aspekt jemi, por në momentin që ti i barazon, atëherë e ke shumë më lehtë që ti paqtosh këto dy vende dhe ti bësh sërish bashkë. Interesi i tyre është që sërish Kosova dhe Serbia të jenë bashkë, ndoshta në një federat, siç ata pretendojnë, federat cilën e mori përsipër ta bënte ky udhëheqësi i madh, luani i madh i Evropës që kemi neve për kryeministër, se që nuk e
pothuajse i dështoi kjo Ballkani i hapur. Ballkani i hapur, po. Ballkani i shqyer që ai donte të bënte. Dhe kjo është ideja që të shkohet në këtë aspekt. Po Shtetet e Bashkuara Dritanë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë, aktualisht nuk kanë treguar në një interes në këtë aspekt. Interesi i tyre është vetëm te çështja e stabilitetit. Pra, stabiliteti politik i një vendi që është pjesë e interesave amerikane, deri aty shkojnë. Ata nuk hynë për të thelluar që kjo mund të çojë në destabilizim, sepse shqiptarët dhe serbët nuk mund të bëhen bashkë. Sërish. Nuk mund të jetojmë sërish bashkë me serbët. Mund të jetojmë fqinj, po bashkë nuk mund të jetojmë më. Sa mundësi ka Dritanë të ndalet ky skenar? Ky skenar ka mundësi të ndalet. Mundësia të ndalet është në dorën e popullit shqiptar në Kosovë. Populli shqiptar në Kosovë duhet ta konsiderojë këtë prokurori dhe këtë gjykatë, siç e ka konsideruar prokurorinë dhe gjykatën e Serbisë gjatë luftës, dhe të veprojë në të njëjtën mënyrë siç ka vepruar edhe me atë prokurorinë dhe atë gjykatë atëherë. Pra, populli e ka në dorë gjithçka, pushteti takon sovranit dhe sovrani mund të ngrihet në çdo moment dhe ta bëjnë ul këtë gjykatë, të bëjnë ul ata të cilët nuk pranojnë ta zhbëjnë këtë gjykatë, të bëjnë ul kuvendin e Kosovës, pra ka në dorë të bëjë gjithçka. Siç mori armët për të përzënë Serbinë, ashtu mund t'i marrë sërish armët për të përzënë këtë prokurori dhe ata ndërkombëtarë të cilët e nxisin këtë veprim për të njollosur historinë më të lavdishme të popullit shqiptar të kohëve moderne.